më thonë, tu ke autoritet e konkurencës. Ka dhënë të pëllën, po të pëllën është detyrueshme. Po themu, biznesi që ndërton ti, duke u varur 70% nga të pëlloj, ja? Mund të bësh dhe ti biznesi, edhe unë edhe gjithë mund të bëjmë biznes. Të kuptosh, këto nuk janë biznese pastaj. Pra në qoftë se këto e varin punën e tyre, 70% janë si ato kompanitë që ti i gjen dhe ka marrë vetëm lekë. Janë 7 kompani. Pra ndërtojnë kompani dhe i gjen vetëm lekë. Kur u bë Rusiku një nga kompanitë më të reja që u bë këtu, gjithë thanë do ta çaj tregun. U futa jo në treg. Po edhe i kompanisë futesh në treg, mos ka lidhje regulator dhe shteti nuk ore qytetari nuk, jo një sekond, qytetari nuk e ta kuptojmë mirë mirë, nuk e drejton shteti ku cila kompani sigurimit të palën. Ato janë kartel më janë bashkë ato. Po janë bashkë. Kartel më janë ato. Ke gabim. Po ndarja e lekëve në fund bëhet sipas Ndarja e lekëve bëhet sipas një formule, diskutohet e është një formule e ligjshme, por çështja është që ti e zgjedh kompaninë dhe kompania është hajde gëzuar me lekë zënë, qetësoni pak tani hajde gëzuar se ka. Mos doni dhe ndonjë kafe nam-nam, se kemi dhe kafe nam-nam. Qetëso më dashuri për biznesin. Gjysmë kafe s'kam duke u harxuar. Vetëm vjen gjysmë shtora, në ora 11. Po tani pse ka kaq inat këto kompanitë se kuptoj tani. Se di çka ka. Ka inat ky pano. Më mirë të fitoj biznesi se politika. Po pra. Nuk e kompaninë atë. Jo më Ideja, shiko, të themi, të dalim dhe ka jo që thot Pano se është një vërtet. Ideja është kjo, shteti ka shumë në dorë si ent regulator në këtë histori. Dhe në qoftë se shteti, jo vetëm në këtë vend, po sidomos në këtë industri, do ulet këm kryq dhe do bisedoj se në çfarë niveler duhet arrim ne. Dhe kjo nuk është vetëm me sigurimet, kjo është edhe me bankat. Po pse? 5 produkte kanë bankat sot. 5 produkte kanë kartel janë ato. Janë bankat sot. Janë si para 400 vjetëve. Bankat në Shqipëri janë si para bile në farë mënyre sigurimet kanë më shumë stretching, kurse bankat janë si para vetëm 5 produkte, me transferta, me kështu llogarie, me